tregonte se nga viti 2019 gjerë në vitin 2023 shpenzimet nga xhepi për shëndetësi të qytetarëve shqiptar janë rritur 41%. Do të thonë, nga 19-ta para Covidit gjerë tani 41%. Qa ndodhë, si janë rritur? Ta them unë. Të gjitha aparatura në tërësi që i blejmë me paratura që lihen pa punë që të shkojnë qytetar tek privati. Sot nuk ka një PET scanner në shtet që është gjë më e turpshme që mund të ndodhë dhe çdo qytetar detyrohet të shkojë të paguajë nga xhepi tek i cili është një analizë shumë e domosdoshme. Bravo, po. E domosdoshme. Sot analizat në çdo spital 10 ditë të fundit nuk bëhen të muajit nuk bëhen analiza, se marojnë ai fitimi që nxjerrin dhe të smuart familjarët detyrohen të çojnë analizat tek privatët. Pra, një rritje shifra që jepte stati ishte që shqiptarët tani paguajnë në vit 820 milion euro nga xhepi për kujdesin e tyre shtetësor. Merr fund. Absolut. Po, merr fund. Kjo merr fund dhe ne jemi të vendosur që 100 ditë të para ta përmbysim të situatë. Kërkojmë mbështetjen tuaj. Kështu që ne jemi dakord. Shumë faleminderit. Suksese, inshallah me fitore. Faleminderit, mirë pafshim, faleminderit. Doktor. Kam nga diaspora për të taku. Me kënaqësi të madhe. Është dyta herë që takohemi. Gëzohem zonjë, si jeni? Gëzohem dhe unë për juve. Gjithmonë përpara. Shumë faleminderit. Asnjëherë bravo. Bravo, shumë faleminderit. Bravo. He's from Tropoja do baba. Ala me djem shmor qatë bukur, Let me take a picture, please. Shpejt, The best of the best. The best of the best. The best of the best. He's Great next Prime picture. Minister of Albania, ex-President of Albania. He's the best. And next Prime Minister, inshallah. Let's go the future. Po tjetër. Mirë Serrin, ku je? Hajde, si je? Mirë. Si shkon? Ke mu se kom siklet me kamera për zonë. E ke siklet pak me kamera. Na leni pak të bëj një bisedë pak kamera me te. Si shkon? Mirë për zonë. Ju mirë? Mirë, si të ecën? Ja, mirë. Çka? Ne do të ulim çmimin e energjisë nga 18 në 6 lekë. Do të ngrejmë tavanin e taksave nga 120.000 euro xhiro në 180.000 euro xhiro. Do të vëmë kufirin të thana bashkisë që të mos mund vej taksa më shumë se 1% të xhiros për biznesin dhe do falim të gjitha gjobat e biznesit vogël. Edhe qytetarëve që është e vërteta. Them se është një lehtësim, një frymarrje e re. Mirë? Hajde, turoj. Ku? Pse? Rruga kryesore. Ja për zotë më rasa. Edhe ju. Shëndeta ka. Si jeni? Mirë? Përshëndetje. Urime fitore. Faleminderit. Si jeni? Fitore. Mirë Ma mi zbava ki. Edhe të lutëm nga gjithitën, ma belke shpia. Do ta ndryshojmë këtë gjendje. Inshallah, me ju. Do ta ndryshojmë patjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit doktor. Ndortati, inshallah. Faleminderit. Doktor, mirë se erdhë. Mirë ditë e mirë sogjan. Si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Si e profesor? Mirë dita. Si u ecim? Është kënaqësi e madhe që jam me ju dhe që bisedoj për çfarë do kemi ne normal të bëjmë për biznesin e vogël. Lehtësirat i duam për patjetër që ne jemi të mbyllur komplet.
Absolutisht ne do bëjmë gjithçka për suksesin tuaj. Sepse vetëm në Së pari, vetëm në Shqipëri ndodh që bizneset goditen. po, Ne udhtojmë në çdo shet botës, po bizneset respektohen gjithandej. sepse këta nuk ndjekin ligje asgjë. Ne njerë do ulim çmimin e energjisë në 6 lek nga 18 që keni. Ne do përgjysojmë çmimin e ujit. 2. Do ngrem tavanin nga 140.000 euro në 180.000 euro pa taks. Pa taksa. Bashkisë që janë të çmendur mas taksave, do t'ja vëm kufirin të thana. As një qindark më shumë se 1% të xhiros nuk do mund të tatoj asnjë biznes. Sot ata shkojnë 7-8 sipas qefit edhe kjo nuk ndodh. Ne besojmë po, absolutisht. Sikundër të gjitha gjobat për biznesin e vogël dhe qytetarët falen. A e dini ju që ka sot qytetarë që paguan kamata të vitit 2005. Të falura me ligj me çdo gjë dhe ja marrin pa ligj pa asgjë. I kemi marrë në fund këto. Ne duam një fillim të ri për biznesin e vogël dhe një fillim të fuqishëm dhe u garantoj që ne ta bëjmë. Vetëm këto ditë që na kanë mbetur, është e madhe, bravo. ne kemi shtetin më maksimale. Këto ditë që kanë mbetur, këtë program ta përcjellim. Dhe një gjë do të them.